Po besoj që keni parasysh që tash e kemi mbledhjen e kryesisë, ku janë edhe disa tema tjera që do t'i shqyrtojmë. Edhe gjithashtu e dini që në fund të kryesisë gjithmonë ka deklarime për media, kështu që çfarë do qëndrimi me cilin do të vi kryesia, besoj që do t'i keni në fund të mbledhjes, ndërkaq qëndrimet e mia do t'i shpreh gjitha aty brenda. Gjithçka, për çdo çështje, natyrisht që kam opinion, mirë po kam dëshirë që t'i shpreh brenda mbledhjes. Edhe shiko, unë jam pjesë e një grupi fundjavë, sepse partitë politike janë grupe brenda cilës zhvillohet demokracia dhe unë gjithmonë mundohem që ata mbroj dhe ata shpreh edhe në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës. Theksoj qëndrimet e mia do t'i shpreh për brenda takimit dhe mbledhjes së kryesisë sot, ndërkaq lidhur me çfarë do vendimi eventual mbi cilin mund të vi kryesia, shumica do të votoj, shumica do të dakordohet dhe qëndrimi i shumicës do të bëhet i ditur për ju. Ndërkaq mendimet e mia personale janë të vlefshme për atë sa i kontribuojnë diskutimit brenda. Faleminderit.